Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka konfirmuar se ai dhe lëvizja vetvendosi të udhëheqin qeverinë e re pas fitores në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit. Në një deklaratë për gazetarët këtë të hënë, Kurti theksoi se procesi do të ecë sipas procedurave duke pritur rezultatet përfundimtare, certifikimin dhe më pas nisjen e bisedimeve për formimin e shumicës parlamentare. Ndërkohë, numri i dytë i LVV-s, Glauco Njufca, ka theksuar në një intervistë për një media italiane se synimi kryesor i partisë është të formojë qeverinë me partitë jo serbe. Aktualisht në Kuvendin e Kosovës janë të rezervuara 10 vende për partitë jo serbe dhe po aq për partitë serbe. Megjithatë, Konjufca ka theksuar se nuk ka shumë gjasa për një bashkëpunim me partitë opozitare të mëdha, si Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, të cilat kanë refuzuar çdo koalicion me vetvendosjen. Lëvizja vetvendosje ka fituar 42.27% të votave në zgjedhjet e fundit, duke siguruar 48 ulëse në Kuvendin me 120 vende. Kjo do të thotë se partia e Kurtit nuk mund të formojë vetëm me qeverinë dhe i nevojitin aleat për të siguruar shumicën e nevojshme për i 61 deputetësh. Negociatat për formimin e ekzekutivit pritet të jenë sfiduese, ndërsa mbetet për t'u parë se me cilat forca politike vetvendosje do të arrijë një marrëveshje për bashkëqeverisje.